ta lëm Ramën të rrjetet sociale dhe punën ta bëjnë. Dëgjoj shpesh njerëz që thonë çfarë energjie ka ky burr. Ka blet. Dhe i bëra një shkrim sepse po analizoj një ditë, e nxjerr liria te dera e shtëpisë. Dhe njofton bodyguardin por dhe liria shtyp ashensorin. 0. E merr ashensorin. E zbret poshtë e pret bodyguardi, e ka qenë te rrugës së Salës dhe nga hyrja e pallatit është 30 pllaka hipër makinë. Ta një shpirt Salës nga PD-ja ne dim sa është. Është një 300 metra, e marrin, e çojnë. E çon te Bori Shupi del. Ta kam lexuar, Floriana Garo e merr. Del dhe muli, e ulin aty, i vën mikrofonat, pudra, çeve dhe fillon shan. Shau, e merr e njëjta situatë, e morë çon. Tani ku është energjia? Energjia që ai bën me kilometra të tëra në breg të detit, për shembull në verë, në mal. Bënde, se tani e kanë sekuestruar vilën. Po mirë, tani është 81 vjeç. Babai im, Ahmet Mane, ka qenë sekretar partie dhe shef arsimi dhe është kthyer përsëri në Përmet, është 87 vjeç. Çohet në mëngjes dhe shkon te Baça dhe te Vreshti. Prodhon dhe raki. Domethënë është një njerëz që lexon, është stërgjysh dhe është aktiv në kuptimin fizik. Tani të dalësh ti dëshash gjithë dynjan ulur, ja më vën mua një kamë 24 orë, dëshaj gjithë dynjan, thonë çfarë energjie që ka. Ke një gjë kështu të veçantë ndaj Berishës sepse gjithmonë e ke këtë. Çfarë? Ne kemi jetuar. Ke një arsye? Ne kemi jetuar të dy në qytete të vogla, që kishte raste nëpërmjet nëse vinte një familje me origjinë nga Veriu, ne vraponim të parët për ta bërë shok ose shoqe dhe ne dashuroheshim me theksin Shkodran, Tropojan, përmet kishte familje oficerë që vinin. Dhe më duke të kishte një shok nga Veriu ose shoqe ishte një lloj statusi. Në ka ardhur familje Piro Bibës nga Puka, mos gaboj, dhe kur flisin ata gjuhën e tyre ose erdhi një familje nga Shkodra, ne i shikonim të sugjestiononte. Domethënë deri në vitet 90, 91, domethënë një dashuri, unë kam qenë antar i Forumit Rinor të PD-s, kishim bardhë Samën. Të PD-s? Po. Dhe isha i dashuruar me Veriun. Do të që 5 vitet e para ky burr këtu, ky mbolli për çarjen. Dhe kjo është një nga ato arsye që unë personalisht si një qytetar. Ti vetë personalisht ke pasoja, ke gjëra? Mirë, kërcënimi pastaj ne ja kemi marrë dorën, po është njeri që për çfarë. Jo nga Berisha vetë them unë. Dhe mos harron 97-ën Përmeti. Ti ke historinë e Përmetit. Aty ke qenë Bledi? Jo, isha në Londër, por më kanë treguar njerëzit e familje. U bë bërthama e shikasve. Domthonë rekrutoi njerëz nga Veriu për të luftuar në jug. Dhe nuk ka dalë një ditë vetëm të thotë i shqiptarët e mi. 97-a ashtu ishim, domethënë për momentin politikan. A i gjen një cilësi pozitive Sali Berishës? Thonë që ka një memorie të fortë. Po jo thonë, unë po them ç'a mendon ti po. Po, qeverisja 2005-2008. Po, kopi i famshëm. Bravo. Emra të rinj. Ai e ka kuptuar tani, do ta bëj, po është tepër vonë. Dhe ajo çfarë nuk më pëlqen tek Sala, që ka qenë armiku. Ti ka qenë gazetarët e famshme e koha jon, apo jo? Ka qenë armiku numër 1 i shtypit dhe pavarësisht se i ka riparuar ato, po përsëri në vetvete ai shikoj që ka atë lloj hakmarrje. Jo se po mbu Ramën. Rama në fund të ditës mund të kapi nga faqja ose mund të të poshtrojë me një batutë, por nuk të vjen njëri te dera e shtëpisë. Thuaj për Ramën çfarë të duash? Hajde fillojmë me shajmin e tani. Ramën, Lindën, Olcin, djalin, më kupton? Sa ky në vetvete poshtë lëkurës ka atë hakmarrjen primitive që nuk i falë njeriu me kaq njeriu që janë hapur dy. Çfarë do ta kishte Sali Berishën kaq aftë intervistoi se ti je gazetar? Thonë në tavolinë krejt tjetër, është. Po jo, çfarë do t'i thoshe? Për herë të parë unë kam takuar Sali Berishën Ridvan Peshkëpia, kryetari i Forumit Rinor të PD. Dhe deputet. Na ka çuar tek ka qenë gusht i 91-shit. Na ka çuar tek zyra, PD-ja ka qenë afër lagjes tonë, ku është sot klinika italiane, te rruga e Kavajës, dhe mbaj mend katin e dytë, një zyrë e madhe që shikonte nga obori dhe mbaj mend makinën e faksit. Ishte, ke parasysh, ato ishte ndoshta me metra dhe zgjadha kokën e një ishte kisha nga Hungaria, mos gaboj, Dear Sal, që e jepni një lloj anglisht ime atë ishte shumë me vakët. Dhe mbaj mend që na priti, pastaj vetëm ti thoshi që ti je nga filan qytet dhe pastaj fillonte
e dinte çfarë kishte ndodhur në përmet, për shembull dega, sa antar kishte, çfarë problematike, memoria e tij ishte admirueshme, por problemi është që nuk po e bën atë parti demokratike shtëpinë e fytyrave të reja. Sepse po të shkosh dhe listat e mbyllura, sot kemi Albanën, Flamurin, djalin e Fariut. Unë doja të paktën një vajzë ose një djalë që të thoshte njerëzve që siç po futen këta te kjo derë e vogël sot, por nesër kjo derë do t'i heqim dhe ca. Dhe këtë do t'i thoshe që doktor këtu se ke mirë? Patjetër, unë e kuptoj që çfarë graviteti ka pushteti dhe çfarë vëmendje, po njeri që shpritur me tapet kuq në Shtëpinë e Bardhë, në NATO, në BE, tani nuk e di çfarë kërkon, tani të marri atë Elon Musk dhe të fluturojnë të dy në hapësirë, se si ka mbetur gjë tjetër. Dhe ajo që nuk e falet është nëse kemi familjen e njohur greke, familjet Papandreou dhe Mitsotakis, trashëgimtarët lënë për dëshiruar. Jo, po ata janë politik, do të jemi korrekt. Kus janë politik? Jo, e doja të ishin. E doja të ishin, se mendova. Ti je gazetar po edhe historian. Që nga Ismail Qemali e deri tek Edi Rama, pinjollët e këtyre nuk kanë lënë gjuhë. Pas ke kapur këtë, bravo, qeve shumë këtë. I njeh fëmijët njerit të Ismail Qemalit? Jo, ata u munduan të bënë diçka, po s'bën as zot. Mbreti Zog? Asi. Ja, zjeta ime djalën e Yllkës, imagjino. Enverit, si pamgjë, shoku Ramiz, vetëm djali me Çeo bashkimi i shkrimtar që tonë në Spanjë. Nuk pati aktivitet politik. Gregu, fëmijët e Salës. Mos bëhet zao, si isha e parrulla në Shkodër? Zao ik. Zao ik, sa ta filluan protestën. Foto tjetër. Christopher La Civita. E pash intervistën. Te Fevziu. Më pëlqeu. Ishte njeri që korrekt u tregua, shumë. Nuk ishte marrë as pak euforik. Jo, që të gënjente, thoshte unë. Tani shumë kollaj me këto me fake news-et thuaj çfarë të duash edhe përbën. Unë nuk përfaqësoj qeverinë amerikane. Dhe më pëlqeu atë që nëse ndeshe me Diram dhe them që është një vend, Shqipëria është një vend shumë i bukur, domethënë jo një njeri hakmarrës dhe kjo stonon brenda PD-s. Ligjërimi këtij njeriu. Do të janë mërzitur ti me intervistën sot? Jo, patjetër, sepse është parti, ai ka mbjell kulturën e dhunës, më kupton. Ti po ta vësh kur shkruan diçka kundër Edi Ramës dhe kundër Salës, të shkosh bataren e komenteve ndryshojnë. Socialistët janë tamam danoçaj duta kanë mendjen të bëjnë një lekë etike. Ata të fillojnë mbajnë mend kur vim ne në pushtet, do të vrasin, domethënë a kupton ku është ndryshimi? Të dyja palët janë me La Civita fiton PD apo jo? Jo, më Lanci ti je mjeshtri i komunikimit masiv të lutem. Je dhe lektor universiteti, ti tani mendon çfarë është viti 98 edhe ka qemarisë? Po në rregull, po prap. Në shkolla e komunikimit Shqipëri është tjetër. Jo, ti je duke thënë që ata mund ta përzën? Jo, Sala mori për çështje imazhi. Po na mezi fushatës mund ta përzën? Jo, se besoj, sepse ka kontrata, ka njerëzit e vetë dhe intereson edhe për më mbrapa. Por e kontrata pse s'doli? Ai premtoi që do ta nxjerrë. Po besoj do dali se ti je një Amerikën tan të detyruar ti. Ja, të detyruar. Po, foto tjetër. Pse i do kaq shumë? Këtë marr e këtë lë. Pse i do kaq shumë? Tani, të pyes unë ty tani, pranon pyetjen. Kur të vijat ti te ty do të përgjigjem. Kush është nënkryetar i partisë Zoti Çe? Jo, këta janë one man party. Kush është kryetar e forumit të grave të Arlin Qorit? Kur është bërë konventa e fundit ose kongresi i fundit i partisë Nisma? Kë ka sekretar të përgjithshëm të partisë? Ja, këto janë pyetje kështu. Këto janë pa përgjigje. Tani, kapi 2, 1, 2. Po morën në një deputet ata bledi? Dashnore e Kreshnik Spahiut. Ky zotria këtu ka kandiduar për deputet, e diti? Nga Alianca Kuqezi. Në i gabim kjo? Jo, në rregull. Po e kemi provuar një herë. Po provuar tani? Mund të themi që është provuar tani? Nuk janë të virgjër. Politikisht. Janë qepur. E ke parasysh ato doktorë që bëjnë nami në gusht. Se vinë çunat e Londrës edhe çunat e Amsterdamit për të gjetur nuse. Po ja, po i qepen. Ata kërkojnë nuse dhe i qepin.
Po, nusen e do të virgjë, ta marrin Londën, ta kyshte shtëpia, kupton, dhe vetë të dali me dashnoret. Arlindi do ta përkraj me gjithë shpirt, por është nëse më lejo ta quaj, partia e tij është pedofilie pasër politike. E them këtë sepse Arlindi ka shfryzuar pozicionin, punën dhe ambientin ku punon. Pedagog në universitet publik. Madje ai tani ka dhënë dorëheqjen këto ditë, sa ka filluar fushat e ka dhënë dorëheqjen, e di unë shumë. Po tani, këto 7 vjet. Po mirë, i do jetoj, si mos punoj. I merrte vezët nga inkubatori, e i çonte te pularia vet. Domethënë partia nisur me Sali Berisha mund të kenë 100 mëkate, por o fute PD-ja, nuk i mori studentëve mjekësisë ti sillte aty në për grevauria. Dha dorëheqjen dhe vazhdoi. Ky zotëri, nëse do jepte dorëheqje nga universiteti publik dhe të vazhdonte jetën politike, atëherë tani një dorë në baklava, një dorë në revani. Një pedagog në universitet publik që shan qeverin dhe qeveria vazhdon e paguan. Fundja funksionon ka demokracia, apo jo? E bëje do t'i në kone salës? Pa jo... E bëje do t'kone salës të një pedagog? Ne na vine salë në fakultetë për ceremonira. Kush? Dite i Ric Luarasi tapetin e bën blu, e diti e prisi me duar trokitje? Pa jo ideja për mbylljen e RTS-s nga zoti Shell? Ja pak sa të drejtë. Me RTS-n, sa vjet ke që ke ikur ti nga RTS-ja? Po kam, po kjo është argument? Këto vite, se ti e ke parë nga jashtë tani, apo jo? E ke parë si u ka të ndisë? Çfarë bënte i fanë? Dhe kjo është arsyeja? Leka Bungo. Dhe kjo është mënyra? Një reformim, po. Reformim, dëgjoj, ta privatizosh RTS-n nuk do bësh keq. Po jo privatizimet, ku ka privatizim? Çdo shtet ka televizion publik. BBC-ja është modeli i televizionit publik që mbaj me taksa e njerëzve. Pra, drejtorin e përgjithshëm të BBC-s nuk e zgjedh as ky Fuga, a ke parasysh, as Ngjilla Gaçi dhe nuk e zgjedh as Berisha nëse do ishte në pushtet. Ne dim çfarë varësie ka vetë RTS-ja, ekipi drejtues. Është një që edhe për të bërë skenarin e festivalit do bësh ca qoka, se kemi Enkel Demi në 2 vjet rresht, edhe këndoi dhe prezantoi edhe bëri skenarin, pra Enkel Demi është ndër tjetë Enkel Demi drejtues. Po s'është vetëm Enkel Demi, ka edhe Enkel Demi të tjerë. Pra Fred Peza që i bën qok gruas Enkelit për të mos e sulmuar në këta dy besoj ke shumë për zemër. Altin Domani dhe Olsi Dat. Altini kam shumë për zemër, ndërsa Olsin jo. Jo? Pse? Të thash, pra kam eksperienca nga dënimet e mia dhe aroganca e një prokurori. Të njëjtën arogancë kam përjetuar edhe unë në gjykat me Gjingjoni dhe ndaj është personi që unë vazhdoj ta luftoj. Ma trego pak të thatë jam arrestuar 3 herë.